Ja ku bashkova edhe me Ensidin në fund, sa po kam mbaruar kursin. Tani të lutem Ensi, do na shpërndash, do na thuash pak për shtypjet tua se si të shkoj dita e parë e kursit të gjermanishtes. Po, kursi i gjermanishtes filloi në orën 8:30 në mëngjes. Zgjati 4 orë deri në 12:30. Mund të themi sa i vështirë, aq edhe i thjeshtë. I vështirë për faktin se është vetëm gjermanisht, edhe i thjesht, bëhet e thjesht sepse ke komunikim, ke ushtrime, ke dialog, që është vetëm gjermanisht edhe mund ta mësosh më të thjesht se sa gjermanisht shqip mendoj. Kështu që shkoi shumë mirë si orë e parë që ishte, si seancë e parë që mund ta quajmë. Super. Do na thuash pak sa herë në javë do shkosh në kurs? Në kurs do shkoj 4 herë në javë. Nga e hëna në të njëjtën, e premte nuk është kurs. Edhe orari është i njëjtë nga ora 8:30 deri në 12:30. Është intensiv, domethënë, besoj për një muaj e një javë. Mbaron librin e parë. Mbaron libri i parë të këtij niveli ku jam unë tash. Po, thuash pak sa veta ishit në grup? Po. Çfarë ndodhi sot? Ishim rreth 9 veta në grup, pak a shumë. Po. Kishte të kompsive të ndryshme, shumica ishin nga Maqedonia e Veriut, kishte nga Kosova, kishte nga Rusia, kishte nga Irani, të moshave të ndryshme. Mosha më e madhe që ishte aty ishte një zonjë 52 vjeçe. Wow. Nga ishte ajo? Ajo ishte nga Irani. Kishte nga Spanja, kishte mix domo. Nga Amerika Latine, apo nga Filipinet kishte. Nga Filipinet. Okej, super. Këto ishin personat. Ne nuk ishte shumë njerëz, edhe grupi me sa informacion kam. Me zysh, femër apo mashkull? Ishte një gocë, një zonjë, ishte 40 e ca, mund të ishte 50. Mirë me shpjegim si ishte? Po mirë ishte. Thoshte disa fjalë që nuk mendoj se ishin të përshtatshme për nivelin ku jemi, po ndoshta ashtu i vjen zyshës. Sa gjë se ajo kuptohet në vazhdim, domethënë s'ka është shpjegimi, domethënë është e tillë dhe ato kuptohen në vazhdim, besoj, nuk është shumë e vështirë. Tani do të vite të veshim më shpesh, do shkosh aty për ditë dhe do e kesh më të lehtë, do e kuptosh. Dita e parë gjithmonë është pak më e vështirë. Kjo është gjëja më e mirë që është intensiv, edhe gjatë 4 orashit që je aty, punon gjitha, punon ushtrimet, bën dialog dhe është shumë mirë. Po. Okej, super. Domethënë nëse të tjerët mendojnë që është e lodhshme, unë mendoj të kundërtën se është diçka pozitive për se do të dëgjosh materiale, do punosh, do plotësosh, që është shumë mirë për mendimin tim. Super. Tani ne po shkojmë tek supermarketi. Sot ne do t'ju tregojmë se çfarë mund të blejmë me 50 euro në Gjermani, në një supermarket në Gjermani. Do ta shikojmë në vazhdim, edhe në shtëpi kur të shkojmë, kur na bashkohet edhe Solea pas kopshtit. Unë kam dëshirë që ta bëjmë supermarket haul së bashku me Solea, sepse besoj se do të jetë shumë interesante. Edhe Solea tani i njeh të gjitha produktet, edhe mund na shpjegoj edhe Solea se çfarë neve kemi bler. Për sot mendoj se ne e kemi zgjedhur tashmë që do shkojmë tek Lidl, që është i madh, që ka larmishmëri domethënë. Për më shumë mundësi zgjedhje. Kemi edhe afër shtëpisë një Lidl tjetër, po ai është pak më i vogël. Është i vogël, po. Edhe nuk ka shumë gjëra sa çka ky supermarketi tjetër këtu. Edhe kam menduar që të shkojmë tek Lidl, sepse atje çmimet janë pak më të lira në krahasim me supermarketet e tjera këtu, si Reve apo Kaufland apo Edeka, po. Me 50 euro atje mund të blesh shumë pak gjëra, ndërsa tek Lidl besoj se mund të blesh pak më shumë gjëra dhe këtë do t'ja tregojmë në vazhdim.
këtu do shkruaj edhe çmimet e produkteve që në fund mos na kaloj shumën prej 50 eurosh. Fillojmë. Ja ku erdhi momenti për të marrë Soleja në kopshti, ora është 4:10 minuta. Unë jam vetëm. Armela po na pret në shtëpi. Soleja zakonisht rri deri në 4:30 në kopësht. Por që unë preferoj zakonisht të shkoj disa minuta më përpara për të marrë Soleja nga kopshti. Okej, do futemi në kopësht tani. Edhe do ta pyesim Solejan më vonë si ka kaluar, çfarë aktivitetesh ka bërë. Ja ku e morëm dhe Soleja nga kopshti. Hej Soleja, si ja kalove sot? Mirë pra, Mirë, shumë mirë. Tani ku do ikim? në shtëpia. Atëherë do shihemi në shtëpi, ku do jemi të tre bashkë, edhe do bëjmë një supermarket haul. Do ta bësh ti supermarket haul? Aha. Mirë. Shihemi tek shtëpia. Ja ku jemi të tre së bashku tek shtëpia dhe jemi gati për një. Supermarket haul. Pra, si që thamë në mëngjes, çfarë kemi blerë ne me 50 euro tek supermarket. Soleja do t'jetë e para që do Ne nxjerrë produktet. ta zbulojmë së bashku, bashkë me Soleja. Vazhdojmë Soleja. Tregoje pak te kamera, çfarë është kjo? Kështu, Bake rolls. bake rolls me tomate, edhe me tomate, për Vetëm. mua. Për Solejan. Dhe unë në zjerë një qëtë tani, në zjerë kërë Djath me feta. gjas me feta këtu, Soleja e ka qef këtë? E ha Soleja këtë? po në haftë. Po, super. Jo, unë vej, Aty, bravo. Shumë mirë, merr tjetrin. unë... Merri të gjitha, me radhë. Uakte. Ha, po. Ta tregoje pak çfarë është kjo? Çfarë kam bler mami sot për ty? Kjo është një bluzë me Halloween, Po, këto janë pijama për Solejan, për gjumë. për gjumë, po. Edhe i mora për Solejan sot atje, më pëlqyen, duke qenë se Soleja tani po zgjatet edhe e ka nevojë për rrobe të reja dhe i mora sot atje, ishin dhe me ofertë 4 euro e pak, 24, diçka tjetër. Panderit, mami, të kam zemër. Ti gëzosh tashuri. Ta dërgoj në kamera. Po, tregoje si duken? Gjuping. Gjupik, Halloween. Me Halloween. Në dalë, Çfarë është kjo? Ha? kështë buk, Buk për Solejan. për mua, Po, tregoje pak te kamera? po për dërgoj. Tu, Këto janë buk gjysmë të bëra gati dhe thjesht futen në furrë panine edhe piqen për 8 deri në 10 minuta dhe janë gati. Pa problem. unë zhjel këtë. Po. Çfarë është ajo? Ç'a mendon ti se është ajo? Kështë gjallë. Unë do zhjel këtë. Unë do zhjel kiwi. është kjo Çfarë është kjo? Shikoj edhe një herë mirë. avokado. Bravo. Tregoje pak? Kamera, Avokado, po. avokado, 2 kokra janë aty. dy kokra këtu, jam bu unë. Hënë do t'jeri dhe këtë qetë dhe në kalet e 2, fja dhe barojmë. Kjo që s'ka mbaron, pastaj do filloj me tjetrën. Po, Çfarë janë këto? blueberry. Po, boronica. Po, Tregoj pak. janë boronica dhe shi me bleri, kështu shi të mirë janë. Po, dhe Soleja ka shumë qef, apo jo? Au, Po. unë dhe bëj një Halloween snack. Me Po. të, Soleja i hasi snack. me Halloween. Po. Kë është mish. Kë është mish. Filet. Filet. Mish pule. Po. Mish pule. Të goqit në kamera. Po.
Po, shumë mirë. Po bëja që pun për shkip. Unë tjetër? Kemi banane, tu kësh banane, Po, e goqës në kamera, bravo. dhe tani se kam qefun, unë hajë dhe në kopë që bananën unë, Super, mami. edhe tani të fillon Nësëm këtu. kësh kishk. Qa ishke? Tregoj pak të kamera edhe një herë? Kumbën, kësh kumbë edhe ndërë dhe goqët që ka të. Rije dorën këtu atë. Tani Kumbulla. mëlla edhe Lecoj fasoleja shumë qef, apo jo? po unë e kam që. Fillojmë tjetër. Tani. Okay. Vazhdoj me tjetërën? Kemi karavec Po, kastraveca. edhe Sa kastraveca tregoj janë 2 kastraveca. 2 karaveca. Janë edhe një karavec dyja, po kam qef karavecës Soleja i ka shumë qef kastravecat edhe gjatë. edhe djatin. Po. Tjetër? Kemi Vaju liri. vallë, Vaj u liri. kësh, Vaj u liri. po vallë, Po, një shishe vaj u liri. pa, edhe kësh është qik me kokra, Po, me kokra me ullin. po me ullin. Po. Hop. Shumë. Mendo se këtu, mami? Unë kam spaghetti. Po, një pako me spaghetti. Një pako me spaghetti. Te thua kollaj, po. Do shumë. Kësh spaghetti për të goqë në kamera kështu të vrapsh. Kështu duket, po. Kështu duket pako. Më le këtu në banane edhe në mish. Po. Kësh qetë. Po, një qesk kështu, një... Një qesk të kuqe me qep edhe unë duar goqë me kamera që ka shumë. Dhe më bële këtu. Bravo. Tani Që kemi tjetër? kemi lemon. Po. Limona. Lemon. Tregoj pak më afër te kamera. Po. Sa kokra limona. Vole këtu në spaghetti. Po. Po kjo? Prap një paku nonit. Makarona, një pako me makarona. Po. Dhe më bële në lemon. Shumë mirë. Kemi edhe këse bumar mandarin. Po, mandarina për Soleja. Yummy. Soleja i ka shumë qef mandarina. Tani në dimër që filloj mandarinat, i ka shumë qef, i konsumon shumë. Kemi edhe një pako të fundit. Rush. Kemi një pako. Kemi rush kuqe edhe rush të bardhë. Po, tregoj pak më afër te kamera si duket. Po. Edhe kjo kutia me rush. Pra, këto ishin të gjitha? Që mu bënë, moj? Unë shkoj. Kemi edhe një Soleja. Një surprise, një surpriz, një Soleja. Soleja kukull. Soleja kukull. Okej. Super. Këto ishin të gjitha produktet që kishin bler. Shpaqim subscribe. Tani do t'rregoj mami edhe diçka dhe më vonë do ta mbyllim. Këto ishin të gjitha produktet që kishin bler, siç e shikoni edhe nga fatura, kanë kushtuar 50 euro. Fatura është, çmimi është diku, ja, këtu poshtë. 50 euro e 74 cent, sepse ka kushtuar edhe qeska që kam futur brenda të gjitha produktet. Pra, gjithsej 50 euro. Pra, këto ishin të gjitha produktet që ne blem në një supermarket në Gjermani me 50 euro. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlog, t'ju ketë pëlqyer edhe supermarket haul që ka bërë Soleja.
Soleja po tregon kostumin, pijamat. gjumit. Ti gëzosh, mami. I ke shumë të bukura. Ja se si duken edhe pijama, Soleja nuk po rezistonte dot, donte ti provonte dhe me këtë rast ne po i tregojmë edhe te kamera. Do bëjmë mbylljen tani? Pa. Qa do themi ne? Paçi, plushim, ne fshupka. Falenderojmë për të gjitha like-et edhe kush ka komentuar, gjithashtu presim komente më shumë nga të gjithë ju për të gjitha shikimet, jemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur. Komentet dhe like-et që ju bëni ose thjesht një subscribe ndihmon na jep mundësinë që ne të hedhim në vazhdim video. Video të bukura, po. Paçi, plushim, ne fshupka. Shihemi në videon e radhës. Subscribe, mirupafshim.